Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 27 prill dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione të cilat lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Ngjarje 1947. Shqipëri-Tiranë u themelua LSHA, Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. 2001. SBA-t fillojnë luftën kundër terrorizmit në Afganistan. 2006. U vra gazetarja ruse Anna Politkovskaja. Lindje 1697. Lindi Giovanni Antonio Canali, piktor italian. 1748. Lindi Karli VIII, mbret suedez. 1885. Lindi Niels Bohr, kimist dhe fizikan danez. 1897. Lindi Elia Mohamed, themelues dhe udhëheqës i lëvizjes Nation of Islam. 1900. Lindi Heinrich Himmler, nazist gjerman dhe politikan e shef kryesor i SS. 1927. Lindi Arl Martino, këngëtar amerikan. 1947. Lindi Franz Gale, këngëtare amerikane. Vdekje 1849. Vdik Edgar Allan Poe, letrar amerikan. 2006. Vdik Anna Politkovskaja, gazetare ruse. 2011. Vdik Ramiz Alia, ish udhëheqës komunist dhe presidenti i parë pluralist i Shqipërisë. Për sot kemi përgatitur biografinë e Mao Zedongit, i cili ishte një revolucionar komunist kinez. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Së 4 majit 1919, ai më vonë miratoi marksizëm-leninismin, ndërsa punonte në Universitetin e Pekinit dhe u bë një antar themelues i Partisë Komuniste të Kinës. Më 1 tetor 1949, Mao shpalli themelimin e Republikës Popullore të Kinës, një shtet me një parti të kontrolluar nga Partia Komuniste e Kinës. Nga viti 1953-1958, Mao luajti një rol të rëndësishëm në zbatimin e ekonomisë së planifikuar në Kinë, ndërtimin e kushtetutës së parë të Republikës Popullore të Kinës, nisjen e programit të industrializimit dhe fillimit të projektit 2 bomba, 1 satelit. Në vitet 1955-1957, Mao nisi lëvizjen Sufan dhe fushatën antidjathtiste, me të paktën 550.000 njerëz të përsekutuar në këtë të fundit, shumica të cilëve ishin intelektual dhe disident. Në vitin 1958, ai nisi hapin e madh përpara se të synonte të shndërronte me shpejtësi ekonominë e Kinës nga agrare në industriale, e cila çoi në urinë më vdekje prurse në histori dhe vdekjet e 20-26.000 njerëzve midis 1958 dhe 1962. Në vitin 1963, Mao nisi lëvizjen socialiste të edukimit dhe në 1966 ai inicioi revolucionin kulturor, një program për të hequr elementet kundër revolucionar në shoqërinë
rinj kineze, i cili zgjati 10 vjet dhe u shënua nga lufta e dhunshme e klasave, shkatërrimi i përhapur i objekteve kulturore dhe një ngritje pa pare kultit të individit të Mao Zedong. Gjatë epokës së Mao, popullsia e Kinës u rrit nga rreth 550 milion në mbi 900 milion, ndërsa qeveria nuk zbatoi me përpikmëri politikën e saj të planifikimit familjar, duke detyruar pasardhësit e Maos si Deng Xiaoping të ndërmarrin politika më të rrepta për të përballuar krizën e mbipopullimit. Kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për ëndrat. Ëndrat janë përjetimet e perceptimeve, imazheve, emocioneve dhe ideve që ndodhin përgjatë gjumit. Ata janë një pjesë e rëndësishme e jetës së gjumit dhe shpesh shoqërohen me imazhe të shfaqura në mënyrë të pazakontë dhe emocione të ndryshme. Kuptimi i ëndrave është një çështje që ka intriguar njerëzimin për mijëra vjet dhe ka pasur shumë interpretime dhe shpjegime të ndryshme nëpër histori dhe kulturë. Disa shpjegime për kuptimin e ëndrave përfshin procesimin e përpunimit të informacionit. Disa shkencëtarë besojnë se ëndrat janë një mënyrë për të procesuar informacionin dhe përvojat e ditës së mëparshme. Ata sugjerojnë se ëndrat ndihmojnë në konsolidimin e kujtesës dhe në zgjidhjen e problemeve emocionale. Shprehja e dëshirave dhe frikës. Një shpjegim tjetër është se ëndrat janë një mënyrë për të shprehur dëshirat, frikat dhe emocionet që nuk janë të dukshme gjatë gjendjes së zgjuar. Ato mund të jenë një reflektim i ndjenjave të thella dhe të pavetëdijshme të njerëzit. Stresi dhe ankthi. Disa shkencëtarë besojnë se ëndrat janë një rezultat i stresit, ankthit dhe tensioneve emocionale të përjetuara gjatë ditës. Ato mund të jenë një mënyrë për t'i shfaqur dhe për t'i trajtuar këto emocione në një ambient më të sigurt dhe më të pazakontë. Simbolizmi dhe interpretimi kulturor. Shumë kultura kanë një traditë të gjatë të interpretimit të ëndrave, duke u fokusuar në simbole dhe kuptime të caktuara të ndryshme. Interpretimi kulturor i ëndrave mund të ndryshojë nga një kulturë në tjetrën dhe ka një bazë të gjerë të traditave dhe besimeve të përjetuara. Pra, nëse themi se të shohësh një lepur në ëndër për sjell fat, në një kulturë tjetër mund të jetë fatkeqësi. Por përse ne shpesh kujtojmë ëndrat tona, është një pyetje më komplekse. Në disa raste, ëndrat mund të jenë kaq të përshtatshme dhe të rëndësishme për ne, saqë ne mund t'i kujtojmë ato për një kohë të gjatë, ndërkohë disa ëndra mund të jenë kaq intensive ose të ndikueshme emocionalisht, saqë ato mund të na mbeten në kujtesë për një periudhë të gjatë kohore. Kujtesa jonë për ëndrat mund të ndikohet edhe nga sa thellë përjetojmë gjumin, edhe nga sa jemi të zgjuar gjatë përjetimit të tyre. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit. Territori i Kosovës për datën 27 prill 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave të lehta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:30 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 7 deri në 18 gradë Celsius, Podujev 6 deri në 16 gradë Celsius, Skënderaj 5 deri në 18 gradë Celsius, Pej 9 deri në 17 gradë Celsius, Prishtinë 7 deri në 17 gradë Celsius, Gjakov 10 deri në 20 gradë Celsius, Malishev 8 deri në 19 gradë Celsius, Gjilan 6 deri në 17 gradë Celsius, Ferizaj 8 deri në 17 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri në 17 gradë Celsius, Suharek 8 deri në 20 gradë Celsius, Prizren 9 deri në 17 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e
Territori shqiptar për datën 27 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme me alternime mes kthjellimeve, vranësirave dhe rreshjeve të izoluara. Paraditja do të ketë vranësira të pjesshme në shumicën e territorit, ndërsa në disa zona priten rreshje shiu. Pasditja vijon me intervale me diell dhe zhvillime të përkohshme vranësirash. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 25 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:37 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:40 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 16 deri në 25 gradë Celsius, Kukës 11 deri në 21 gradë Celsius, Peshkopi 11 deri në 19 gradë Celsius, Tiranë 16 deri në 25 gradë Celsius, Durrës 14 deri në 24 gradë Celsius, Kavaj 13 deri në 23 gradë Celsius, Elbasan 16 deri në 25 gradë Celsius, Berat 15 deri në 24 gradë Celsius, Korç 8 deri në 16 gradë Celsius, Vlorë 15 deri në 21 gradë Celsius, Gjirokastër 15 deri në 23 gradë Celsius, Sarand 15 deri në 23 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në të njëjtën orë. Mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook. Për të rrjet më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.